Pas njoftimeve të disa mediave se rezervat e raketave të ushtrisë amerikane janë zvogluar ndjeshëm, administrata e Donald Trump ka reaguar me zemrim. Prej disa ditësh, disa media ndërkombëtare po raportojnë se ushtria amerikane po përballet me një mungesë raketash mbrojtëse dhe raketash me rrezet të gjatë veprimi. Këto njoftime vinë në një periudhë kur presidenti amerikan Trump herë kërcënon me sulme të ashpra ndaj Iranit, herë njofton për negociata me përfaqësuesit e Teheranit dhe herë flet për një marrëveshje të afërt me Iranin. Sipas raportimeve, konsumi i madh i raketave gjatë muajve të fundit nuk ndikon vetëm në çështjen nëse SBA-ja do të ndërmarrë sërish sulme të gjera ndaj Iranit, por edhe në ekuilibrin strategjik në rajonin Azi Pajësor. Ndërkohë Ukraina po i ndjen që tani pasojat e paksimit të këtyre rezervave. Administrata amerikane i hodhi poshtë këto pretendime dhe këmbëngul se forcat armatosura amerikane disponojnë rezerva të mjaftueshme armësh dhe municionesh për t'u përgjigjur çdo skenarit të mundshëm ushtarak.